Në fshatin Përbregë të Kukësit, mes kodrave që po zverdhen nga djeshta, Dervish Dita nuk e njeh pushimin. Edhe pse 85 vjeç, ai vazhdon të punojë çdo ditë në tokën e tij. Këto ditë të ngrohta të tetorit po i shfrytëzon për të kositur barin me qëllim që të sigurojë ushqimin për lopët gjatë dimrit. Po shpjegohet, për lopë jam me koset pak. Se me tile i vëndam, do mos do të me koset. Hese vëti. Kjo është toka jote krejt, a? Po, është në vllajt akon, po më kalon mu. A jam Tiranë, ka dalë. Më kalon mu, se këtë, kjo pjesë. Çdo ditë tash me Po, kosit parë, si rrugullu koha. Po, çfarë? Për ushqim për lopët, a? Po lopë, po. E masane çka do të bësh se tokë? Ma pa, fojt vetë në ku, jap në hunë e shuë që e vend, dimnit, e di? Ma si ta kej këto. Po, hunë vend ta. Por puna e Dervishit nuk mbaron me kaq, përveç kositjes dhe pastrimit të arave nga barat e këqin, ai kujdeset edhe për shtëpinë dhe stallën ku mban 4 lopë. Në pare, me lek këtë. Nash me kosajt, nash me mledh, nash me këtë nash me lek. Të s'ko qish në. Shumë duhet me shpenzu me mirë tokën, a? Po, Pagu po, një. po veç dengi bon 500 lek. Veç një dengë, me alidhë. E me kosajt bon 20.000 bon dilimi. Shtetë, orti. Shtetë. E ti si ke mundësit financiare? Po që ashtu fajta, me bon. E del vetë me... E po, me bon. Në Përbreg, banorët e moshuar si Dervishi janë bërë gjithnjë emër të rradhë. Ai është ndër të paktët që ende merret me bujqësi e blegturi në zonat rurale të Kukësit. Me qa merresh tash? Si e Ta ka veç me punë të shpoja, që në punë. Se s'mune me plonë, fato. Me zë që të ka pak. Po e plesni, të sa vetë. Po mashallah, po del me... Jo, më e kje, vetë se jonë bolen. Po shë zotin, Kosovë në plonë, ja digjem. Tyre ka njerë që të ku t'ke se punë. Po, e këtu jo, këtu s'ku që me punë. Pse s'ka që me bëhë këtu? Shta i dimë t'jo, vera s'po, shta i dimë s'ku punë. Unë më dalë me këhu ka pak shumë. Para viteve 90, ai ka punuar në ish uzinën e Bakrit, por sot jeton me një pension prej 280.000 lekësh.